Gjatë këtij viti, numri I vjedhjeve në rajonin e Gjakovës ka shënuar rënje e lehtë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të 2024. Sipas shefit të njësisë së hetimeve Toger Çamil Gashi, janë regjistruar rreth 32 raste vjedhjesh më pak se vitin e kaluar. Po ashtu është rritur edhe shkalla e zbulueshmërisë së rasteve e cila këtë vit e kalon shifrën 70%. Sa I përket numrit të rasteve të vjedhjeve, krahasuar me periudhën e njëjtë kohore të vitit 2024, kemi një rënje të lehtë të numrit të vjedhjeve, pra diku rreth 32 vjedhje më pak se sa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Po ashtu kemi një ngritje të zbulueshmërisë së rasteve, pra këtë vit zbulueshmëria e kalon shifrën 70%, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të 2024. Sipas Togerit Gashit, sa shpesht I vjedhjeve vazhdojnë të mbeten shtëpitë e mërgjimtarëve. Megjithatë, sipas tij, rastet kur ndodhin vjedhjet janë të shpërndara si në qytet, ashtu edhe në fshatra. Si cak më I shpesht I vjedhjeve janë shtëpitë e mërgjimtarëve, pra shtëpitë të cilat nuk kanë ndonjë përkujdesje. Kryesisht ato vrehen gjatë muajve të verës kur vinë mërgjimtarë dhe I paraqesin ato. Edhe qyteti kryeson me numrin më të madh të vjedhjeve të emta të lehta, por nuk mund të përcaktojnë ndonjë zonë ku vjedhjet janë të fokusuara vetëm në një zonë të caktuar, mirë po janë të shpërndara edhe në fshatra edhe në shtet. Për të gjitha këto raste është ngritur kallëzim penal, doset janë procedurë në prokurori, ndërsa personat e dyshuar tashmë po përballen me organet e drejtësisë sipas Togerit Gashi. Numri I rasteve të ndryshuara është shumë I lartë, do thotë kemi rreth 70% të veprave të vjedhura të ndryshuara, për të cilat është ngritur kallëzim penal dhe rastet janë dërguar në prokurori, dhe personat përgjithës tani me vesh janë duke përballur me drejtësinë. Togeri Gashi ka apeluar tek qytetarët që të vazhdojnë bashkëpunimin e ngushtë me Policinë e Kosovës, duke raportuar çdo rast të dyshimt.